Vargjet nga 1 deri te 16 është pasazhi që unë dua të ndaj me ju sot. Jam I sigurt që pak të çuna e kam pa filmin Troja. Filmin me Brad Pitt në rolin e Akilit. Rick Bana në rolin e Hectorit. Po të ndaj te Akili. Ka një moment të filmi që është I bazuar në veprën e Homerit, në herë sa kontinjeve për vepra e ditës së sportore, Iliada. Ka që moment ku Akili do të luftoj kundër një gjiganti, një luftëtar I madh. Ka qenë në ato kohë, në kohët antike, ka qenë si filozofi, si mënyrë, por duhet të sulmonin njëra tjetër, për të pushtuar një vend tjetër. Ishte sakon që për të kursyer vite, muaj, vit lufte, për të kursyer jetë pushtarësh, humbur, para, investime, nxishin 2 luftëtarë më të mirë, edhe ai që fitonte, kush fitonte? Ushtria, mbreti, I palës humbse, gjithçka tjetër I nënshtroheshin, I jepshin skeptrin, mbreti jepte skeptrin, mbreti tjetër, edhe I nënshtroheshin atij. Ai ishin qytetarët atij dhe ai kushtonte atë. Pa luftë. Humbte jetën vetëm një luftëtar, maksimumi 2, nëse të vriteshin të dy betejë. Po vriteshin të dy, lufta duhet përsëritur, betejë duhet përsëritur. Por, që të humbi edhe vetëm një luftëtar, do të humbin jetën gjithë shumë qindra mirë luftëtarë. Në rasti I Goliatit me Davidin, gjem të njëjtën gjë. Filistejt thoshin pse të luftojnë kot. Nxirri kampionin tuaj, më I thjeshtë për ne. Ata kishin një gjigant I cili kishte burrë nënë që I vite përpara, do të ishte sigurt që do I mund të gjithë. Por tek I filmi Iliada, është moment ku Akili përgatitet për të luftuar kundër një luftëtar shumë të fuqishëm, shumë I 3 metra I gjatë, dhe Akili pushteti luftëtar më I madh I asaj epoke, ishte njëri I vogël, I shkurtër, njëri I shpejt dhe I jashtëzakonshëm në betejë, sipas biologjisë, gjysmë I pavneshëm. Dhe është një fëmijë që I thotë unë nuk do të guxoja para se moment që ta luftoja kundër atij përbindsh tip luftëtari kaq të madh. Dhe Akili thotë prandaj emri yt nuk do të kujtoj, nuk do të mbaj mend asnjëherë. Dhe shikojmë se si Akili në rast me thotë që është bota, çfarë do vlerësoj? Do vlerësoj guximin, do vlerësoj tregurinë, do vlerësoj ato aventurat e jashtëzakonshme. Një person I cili nuk merr përsipër këto gjëra, nuk tregon tregurinë, nuk tregon guximin, nuk tregon shpirtin e vet përpara sfidave të tilla, do harroj, nuk ta marrë një mend sepse do të mbajë. Dhe ne I gjejmë Akilin, një hero mitologjik, ka qenë I vërtet, nuk e di, mitologji është kjo. Bibla na thotë që në kohërat e lashta ishte një gjigant, të cilët ishin herojtë asaj kohe. Nuk I përmend asnjëherë me emër se kush ishte që vdek, por thotë kishte gjigant të cilët ishin herojtë asaj kohe. Ne dimë që herojtë asaj kohe kush ishte Maçisi, Herkuli, thotë që ne kemi si figura gjysmë mitologjike, fantazi, apo jo, por që bazoheshin në jetën e luftëtarëve të asaj kohë, që ishin të fuqishëm, ishin të dhënshëm, muskulozë etj. Dhe Bibla na thotë që kishte gjigant, kishte njerëz të fuqishëm, të cilët ishin shumë të famshëm. E bëj këtë hapje sepse ajo që titulli I gjithë mesazhit që do të ndaj me ju është një jetë që vlen të kujtohet. Një jetë që vlen të kujtohet. Ne shikojmë se si në historia, letërsia, përmes kinematografisë pastaj, përmes romaneve, librave të ndryshëm, kujton herojë si Akili, Hektori, që ishin herojë luftëtarë më të mëdhenj asaj kohe, kujtojnë njerëz të fuqishëm, luftëtarë që dhanë jetën për liri, etj. Që kanë vdekur qindra vite ose mijëra vite dhe mbahen mend të kësaj dite. Kemi shkrimtarë si Homeri që mbahet mend se ka shkruar
dy kryevepra, kemi Shakespeare-in, kemi autorë të tjerë, mund t'jenë pak më të ri, por që janë 100 vjeçar, tash nuk të mbahen sot e kësaj dite, për vepra që ata kanë bërë. Por një gjë që një vend ku ne nuk i gjejmë, këto njerëz, është libri i prekës, në të cilin gjen për mirë ose për keq, gjenden emra të ndryshme. Tani, ajo që u duhet të ndaj me ju sot, është ajo çfarë Pali, mesazhin që Pali na jep sot në 16 vargjet e para të kapitullit 16. Sot njerëzit kanë metoda të ndryshme, por në mënyrë që të kujtohen, të bëhen të famshëm, që emri i tyre të ngjehet. Bëjnë video TikTok, bëjnë hapin faqe, hapin podcast, bëjnë gjëra të ndryshme, përpiqen të bëjnë jetë sa më të gjallë dhe aventureske në Facebook apo në rrjetet sociale në mënyrë që ato të mbahen me atë kujtohen, atje në vipa, i shohin vipa sot. Tani ne shikojmë këtu që tek Romakët 16, Pali na përmend disa emra. Ku thotë: dhe ju rekomandoj Febën, motrën tonë, e cila është dhjake e kishës në Kenkrea, që ta pranoni në Zotin, sikurse u ka hije shenjtorëve, dhe ta ndihmoni në çdo gjë që të ketë nevojë nga ju. Sepse edhe ajo u ndihmë për shumë veta, edhe për mua vetë. U bëri të fala Prishilës dhe Akuilës, bashkëpunëtorëve të mi në Krishtin Jezus, të cilët për jetën time vunë kokën në rrezik. Ata i falenderoj jo vetëm unë, por të gjitha kishat e kombeve. I bëri të fala edhe kishës që është në shtëpinë e tyre. Të fala edhe Epenetit tim të dashur, i cili është fryti i parë i Akajis në Krishtin. Të fala Maris, e cila u mundua shumë për ne. Të fala Andronikut dhe Junis, farefis të mi, e shok burgu, të cilët janë dalluar me disa apostujve dhe kanë qenë në Krishtin përpara me. Të fala Ampliut, të dashurit tim në Zotin, të fala Urbanit, bashkëpunëtorit tonë në Krishtin dhe Stakit, tim të dashur. Të fala Apelit, të aprovuarit në Krishtin, të fala atyre të shtëpisë Aristobulit, të fala Herodionit, farefisi, të fala atyre të shtëpisë Narkisit, që janë në Zotin. U bëri të fala Trifenës dhe Trifozës, të cilat mundohen në Zotin. Të fala Persidës së dashur, e cila është munduar shumë në Zotin. Të fala Rufit, të zgjedhurit në Zotin, dhe nënës së tij, që është edhe Elia. Të fala Asinkritit, Flegontit, Hermes, Patrobës, Ernit dhe vëllezërve që janë me ta. Të fala Filologut dhe Julis, Nereut dhe motrës së tij, dhe Olimës, dhe gjithë shenjtorëve që janë me ta. Përshëndet një njëri tjetrin me puthit shenjtë, kishat e Krishtit, ju përshëndes. Romakët 16, për ky pasazh në këto 16 vargjet e para, na jep këtë pamje të dashurisë së Palit për kishën në Rom. I kish larg Palit, i cili në atë kohë ndodhej në Korint, kur e shkruan në letë. I kish që Pali dëshironte me gjithë zemrën të shkonte. Dhe kështu ndërsa nuk kishte mundur të shkonte në Rom, Pali u dërgon këtë letë. Në shumë gjasat e dorëzuar nga dora e gruajve me emrin Feta në Rom. Dhe ajo që duhet vi një re ndërsa lexojmë tekstin, këmëngjes, teksti që sapo lexuam, është se megjithëse Pali është larg Romës, ne shohim dashurinë e tij të thellë për besimtarët në Rom, një dashuri që shumë nga vëllezërit dhe motrat tona në Amerikë e kanë për ne. Kishën të shekuit, pavarësisht se ndodhen larg, pavarësisht se një pjesë e tyre edhe s'la ka parë kurrë, një pjesë e madhe e tyre s'la ka parë. Qoftë Harvest, qoftë Udrich, që janë besnik në enësh, që dërgojnë njerëz, që na ndihmojnë në gjitha rrethanat, kanë një dashuri të madhe, edhe pse janë larg. Ndërsa lexojmë 16, ndërsa i lexuam 16 vargjet e para të kapitullit 16. Mund të jetë lehtë t'i kalojmë shpejt të vargje. Pse? Sa herë kalojmë tek një pasazh i tillë, ne e kalojmë shpejt. Çfarë ka atë? Përshëndetje, emra,
Çfarë do mësosh? Kush është mesazhi? Është shumë e thjeshtë. Ti do ta shikojmë si një listë të thjeshtë përshëndetjesh dhe emra shqiptari i shton në fund të letrës së tij që më tash Zoti paqe një vitin tjetër të ta kaloj të gjithë si letrat, sepse është një më teologjike e gjithë librës. Por kur lexojmë dhe meditojmë mbi këtë pasazh, kuptojmë se ka shumë tepër gjëra. Ka gjëra që shihen në tekst që duhet na inkurajojnë, ka gjëra që duhet na bëjnë të ndalemi, të mendojmë dhe të reflektojmë, madje ka edhe gjëra të cilat kur i shikojmë me kujdes, na shërbejnë neve edhe si shortim për secilin për ne, për të na shortuar ne të qenë si ajo që Pali thotë këtu për këta njerëz. Kur të hiqesh shpatje ke përsysh kur shko për të parë një muze për pa piktura. I nuk i shko pikturës, shko aparat i lorë, të hiqesh shpatje për të parë tablon e madhe, panoramën e përgjithshme, shpesh zbulohen thesare të fshehura në tekst. Ka thonë një korrekt, ka thonë lexoni këto emra, gjithmonë doni pyetje kush janë ata. Pse janë pse po i përmend Pali? Pse është kaq e vlefshme që të jenë shkruara në librin e Zotit, fjalë e Perëndisë. Sepse fjalë e Perëndisë asgjë nuk shkruhet këtu. Ta emra dhe këtë lista janë në shkrim për një arsye shumë të dobishme për ne. Për shembull, listën e emrave në gjenealogjinë e Krishtit e Luka 3. Gjenealogjia e Krishtit për ardhmen. Shohin se si çfarë shkruaj. Gjenealogjia e Krishtit shkon deri te Adami, njeriu i parë i krijuar. Shkon deri te Adami. Dhe ka një arsye edhe me pse është kjo gjenealogji, pse? Përveç faktit historik, përveç për të treguar që kemi të me person real. Tregon edhe një fakt tjetër se Krishti ishte vendosur në mënyrë të përsosur për të përfaqësuar njerëzimin në bindjen e tij ndaj Perëndisë. Të njëjtën gjë që Adami dështoi për ta përfaqësuar njeriu përpara Perëndisë, si i bindur përpara Perëndisë. Adami dështoi për që i bindur para Zotit. Krishti, që do të Bibla Adami i dytë, e çoi deri sot. Bindjen e tij ndaj Perëndisë. Deri në kryqin e Krishtit, deri në kryqin në vdekjen e kryqit. Pasazhi tek Luka 3 tregon se Krishti thotë, biri i Perëndisë u bë biri i Adamit, që ne, vita e Adamit, të bëshim bitë të Perëndisë. Kemi pastaj Luka 6, një listë emrash të dishepujve të Jezusit. Shohim se si këto burra që bën gjëra të jashtëzakonshme në shërbimin e Krishtit, çfarë ishin? Ishin në pjesën më të madhe, përveç hisë në njerëz të thjeshtë, të parësi të lartë. Shpesh i keq kuptonin mësimet e Jezusit. Shpesh i keq interpretonin. Luftonin me krenari. Që njerëz e krenar. Luftonin me frikë, edhe në praninë e Krishtit. Luftonin me mungesën e besimit. Njëherë nuk ishin besim fare. Madje e braktisën Jezusi kur arrestuar. Ikën, futën rrapë dhe ndonjëri edhe mohoi. Megjithatë, këto burra kishin një traditë të jashtëzakonshme. Kjo është ajo që ne duhet të shikojmë. Ai ishin njerëz të zakonshëm që të inkurajon ty si njeri i zakonshëm. Por kishin një traditë të jashtëzakonshme njësoj siç e ke ti. Perëndia e zakonshëm që përdor njerëz të zakonshëm, njerëz të dobët, njerëz të papërsosur për të përmbushur qëllimet e tij jashtëzakonshme. Edhe vetëm për një arsye, që gjithë lavdia i përkas vetëm atij. Zoti përket lavdia. Dhe kur shikojmë se si ai vepron përmes nesh, për të bërë përmes nesh gjëra jashtëzakonshme, pa njerëz të zakonshëm, Perëndia duke vepruar në ne, duke furnizuar në ne për të bërë këto gjëra. Ai të bëjë gjithë lavdinë përmes nesh. Prandaj megjithëse në shikim parë mund të duket sikur nuk po ndodh shumë në pasazhin tonë, emrat e përshëndetjes kanë një gjë tjetër, le të nxjerrim disa parime që do na shërbejnë për jetën tonë. Rritë panorama e përgjithshme. Shumica këtyre emrave janë të panjohura për ne. Ne nuk dim asgjë, dhe në fakt këta emra nuk dihet asgjë përveç faktit që ato gjenden në këtë pasazh. Kaq. S'ka absolutisht as edhe një fakt tjetër apo të tjetër që ne të dimë këta njerëz. Ajo që duhet bëjë këtë mëngjes është që të nxjerr 4 vëzhgime nga teksti. 4 vëzhgime për të parë
çfarë neve nuk marrim si mesazh. Nga këto përshëndetje dhe këto emra nuk na janë shkruar kot në fjalën e sotme. Dhe besoj se do ta shqyrtojmë ata, do ta shërbejmë për të mirë. Vëzhgimi numër 1 që hasim kur lexojmë këtë pasazh është që Pali ishte një njeri që e donte kishën. Ja e lexojmë këtë çfarë mësoj. Përshëndetje dhe emra. Çfarë mund të mësojmë? Pali ishte një njeri që e donte kishën. Këtë mund të mësojmë. Shikojmë se fjala përshëndetni këtu 16 vargje shfaqet 18 herë. 18 herë Pali thot përshëndetje. 16 prej tyre janë përshëndetjet e Palit për besimtarët në Rom. Pali përmend gjithashtu 27 emra, si dhe disa familje dhe shtëpi të tjera. Është shumë e qartë, pra se ai kishte ndërtuar një numër të madh marrëdhëniesh të mbushura me dashuri. Shqipëria kishte lidhur kishte krijuar marrëdhënie. I njihte me emër, i madhe me emër, lutej për ta me emër. Dhe kjo nuk është gjithmonë gjëja e parë që na vjen në mendje kur mendojmë për Palin, apo jo? Kur mendojmë për Palin, çfarë na vjen ndonjëherë mend dashuria? Zakonisht kur mendojmë për Palin, çfarë mendojmë? Pali paraqitet në shumicën e rasteve si një njeri me intelekt të jashtëzakonshëm. Një intelektual, ishte një gjigant i teologjisë. Një të shkrimet nga fillimi në fund. Një njeri pa trembur, gjithashtu. Nuk ishte njëri që nuk i trembi syri. As për para shpatës, as për para burgut, as për para asgjëje. Për latin e Krishtit. Edhe për para, se sa i bëjë krishterë, i politikët krishterë shkruan dhe nga ana anës, politikë ishte një njeri me zell, ishte një njeri me pasion, ishte një njeri fort, fuqishëm, Zoti kishte dhënë cilësi të jashtëzakonshme. Pali e shikojmë se si përdorte kur ishte njeri krishterë, për të përnjehur kishën dhe për dishte me zell. Kur Zoti e kthen e konverton, jeni zell Pali do na përdor për Krishtin. Pra dhe shikojmë në këtë mënyrë qëndronte para sullimtarëve, autoritetëve, duke predikuar ungjillin me guxinë edhe përballë burgut dhe përballë vdekjes. Dhe megjithëse të gjitha këto gjëra janë vërteta për Palin, ajo që shohim në këtë pasazh është se ai ishte gjithashtu një njeri që i donte njerëzit e Perëndisë. Ishte një njeri i mbushur me dashuri, përveç se kishte këto cilësi të tjera. Pali nuk kishte qenë kur në Rom. Në moment që Pali nuk ka qenë në Rom. Dhe megjithatë kujtese ai shkon në Rom. Don që di nga Bibla 2 udhime misionare në Rom. Por nuk ishte qenë kur në Rom. Dhe megjithatë çfarë bën? Kujdesej thellësisht për shumë prej besimtarëve që kishte takuar gjatë udhimeve të tij, ose për të cilët kishte dëgjuar nga të tjerë. Ora kam dëgjuar për Habibin. Sa ja taku kur? Kam dëgjuar, jam gëzuar shumë. Edhe lutem për ta shumë. Çfarë dashurie e apostollit të kishte? Çfarë dashurie të krishterët kishte? Përveç faktit që ishte një gjigant teologjik të shërbëtori pa trembur i Ungjillit. Shikoj që Pali ishte një që e donte për popullin e Perëndisë. Kur lexojmë të listë përshëndetjesh me shumë kujdes, kuptojmë se ai jo vetëm i mbante me emrat e tyre. Sa e bukur që është. Por, çfarë bën? Çfarë mbante në tjetër? Kujtonte edhe karakteristikat e tyre. Disa i përshkruan për virtytet e tyre. Emrin edhe virtytin, cilësinë që kishte. Të tjerët i përshkruan për kontributin që kishte dhënë në kishë. Mundi, që bën këtë gjë. Cilëson. Ai njëte dhe i mbante mend. Dhe ne dim që Pali lutej me emër. Ai e donte kishën, e donte popullin e Perëndisë dhe kjo dhe dashuria duhet të jetë gjithashtu një karakteristike e jetës sonë. Pyetja, unë kam disa pyetje për ju që duhet të bëj gjatë gjithë këtyre. A i doni ju njerëzit e Perëndisë? A i dua unë njerëzit e Perëndisë? A i interesoheni për detajet e jetës së tyre? Interesoheni për jetën e tyre? A i doni njerëzit e Perëndisë? Ne nga që jemi afër, a i doni ata që janë larg atje në Amerikë? A i doni këta që jenë, a kujtoheni për ata për të lutur për ta? A i duam të krishterët që njohin me kisha kërkale të Shqipërisë?
A interesohemi për jetën e tyre, për jetën e tyre? Si po jeton Elioti? Si është ai? Çfarë sfidash po kalon? A investoni vetën tuaj tek të tjerë? Sa orë në javë? Investojnë. Apo në ditë, apo në muaj. Kur shihni një nevojë, a përpiqeni ta plotësoni? Ky vllai që mund të kesh një nevojë të caktuar. Le të përpiqemi që ta plotësojmë. Të jesh pjesë e kishës së Krishtit përfshin shumë më tepër se sa të paraqitesh një herë në javë të dielën, një herë në javë të mërkurit ose ditën e dimrit. Është shumë më tepër se kaq. Kjo që bëjmë neve që vinë të mërkurit dhe të dielën, është për ta furnizuar neve që gjithë jeta jonë të jetë mbushur me aktivitet të tillë. Pali njihte emrat e besimtarëve që jetonin në një vend të tjetër. Jo, atë ku ishte ai. Ata njihte ata që jetonin në vend tjetër. Prandaj vëzhgimi nr. 1 nga ky pasazh se Pali ishte njëri që jeton tek kishën, edhe ne duhet ruam kishën. Vëzhgimi nr. 2 është ky. Të krishterët duhet t'ia kushtojnë jetën e tyre shërbesës së kishës së Krishtit. Dhe e shohim këtë në faktin se Pali dëshironte me gjithë zemër të shkonte në Rom. Por për momentin thotë, do po dërgoj këtë letër që të inkurajoheni derisa ai të mund të shkonte tek ata. Unë do të them personalisht të shoh, ai shkon. Unë nuk vidot, unë po i dërgoj këtë letër njerëzve, të të inkurajoheni. E shohim gjithashtu në gjuhën që përdor kur përshëndet shumë prej personave në listë. Në vargje 1-2, ai rekomandon Febën si një shërbëtore dhe mbështetëse të kishës. Shërbëtore e kishës. Feba kishte shërbyer si djak, marrë me gjërat me gratë, me fëmijët, me probleme që ndihën ndryshme për ta ndihmuar apostullin për predikuar Ungjillin. Dhe merrni me pjesën e tjera, pasi që duheshin bërë. A kishte një letër që quar atje, ajo për shkollë ta çon me letër në Rom, gjëra të tilla, pasi një djak i bën për të ndihmuar ministrinë. Përmend Prishilën dhe Akuilën dhe i quajnë bashkëpunëtorë. Për Andronikun dhe Junja në vargun 7 thotë kanë qenë bashkëvuajtës në burg për hir të Krishtit. Në vargun 9 Urbani quhet gjithashtu bashkëpunëtor. Në vargun 12 lexojmë: u bënë të fala Trifenës dhe Trifosës, të cilat mundohen të Zotit, vuajnë në Zot. Të fala Persitës së dashur, ata nuk ishin burg, nuk ishin në përndjekur, sepse donin të kaloshin në mënyrë ilegale dhe për shkak të Ungjillit. Pra, të fala Persitës së dashur, e cila është munduar shumë në Zot, tregon cilësitë dhe detyrat e secilit. Bëri këtyre shenjtore. Do të jesh i krishterë do të thotë të jesh i përkushtuar ndaj veprës së shërbesës. Kudo në të gjitha sferat e jetës. Në këtë pasazh shohim burra dhe gra që përdorin vullnetin që Perëndia u ka dhënë për të shërbyer Krishtit me jetën e tyre. Dhe vërtet është se Pali duhet të mund të thoshte këtë për të gjithë ne që jemi në Krisht. Pali duhet të çojë edhe, do të thonë të gjithë Pali për ne, do të thonë për ty, do të thonë për mua të gjithë ne. I duhet kryer shërbesën e Krishtit. Prandaj pyetja që duhet i bëjmë vetes është: a do ta përmendte Pali emrin tënd në të listë si ti që punon fort për kishën e Krishtit? Ne duhet i kujtojmë se Pali person të gjitha llojet e shërbesës. Shiko, Pali nuk po thotë kjo është të gjitha llojet e shërbesës janë të vlerësuara. Nuk lavdëron vetëm pastor dhe djak. Ai nuk lavdëron vetëm shërbestarë që njihen nga të gjithë. Kur sheh listën tërësia e person çdo lloj pune dhe çdo lloj punëtori në kishën e Perëndisë. Absolutisht çdo shërbestar. Normal me jashtë mbet gjejmë judej, jo hebrej, janë të lirë, sklemër, të pasur, të varfër, burra, gratë, martuar, beqar, besimtarë të vjetër, besimtarë të sapo kthyer, disa ishin mësues, disa ishin bujarë në pasurinë e tyre, disa hapin shtëpinë e tyre për kishën, disa kujdeseshin për nevoja praktike, nëna e Rufit përmendet si figura mësore për Palin, kujdesi për Palin si për një birë. Të kishën në qërë. Të të kujdeset të tema për mu. Kërë shërbesë. A shërbyrë. Kërë e qenë re. A shme shoqe në familjen e. Që vjetë që të kërë. Kërë e figurë në mësore. Si një nënë, si një gjyshë. Lutën, kujdeset.
Fjallë mirë, kash, është shërbes asaj. Shërbes njerëz zakonisht. Fjallë e urtë, një eksperienca e gjatë që Hani dhe Tatjana kanë. Gjithë këtë diversitet, pra këtë lloj ndryshmërie, bashkohet në një shfaqje të bukur shërbesat e Krishtit. Në gjithë ato që shërbejnë Krishtit. Dhe pali e lavdëron të gjithën. Prandaj pyetja për ne është si po i përdorim në mundësitë dhe aftësitë që Perëndia na ka dhënë për të punuar me zel për Zotin. Dikush është bujar, dikush është kujdeset si papa apo si nën, dikush ndihmon me gjëra praktike. Apo zakonisht gjenden arsye për të thënë unë jam preshtë. Ka thot pali, ja, si janë nga këta më fare. Ndoshta nuk mund të predikojnë. Së është dhëndi predikim. Ndoshta nuk mund të mësosh. Se kam në dhëndi, mësim dhenje. Ndoshta nuk jam shumë praktik. Se jam shumë praktik për nga natyra. E këtë dëgjoj një thënë dhe është ka një që të thashë. Këtë jam shumë praktik për nga natyra. Ndoshta dikush është tërhequr nga natyra. Kjo është introvert. Tërhequr nga natyra. Por, a mund të shtrëngosh dorën dikujt? Ja ka shëndes. Shko dhe shtrëngoj dorën. Ne kemi shumë nevojë për ditë pritës. Dikush i ri. Së nevojë të më thot as i ri fare. Nëse erë. I ri cili vazhdimisht shkon tek lera dhe më pret. Qeshje, vërtet, si je, nëse erdhe, kisha ka këtë, e fillon me gjendëzimi që aty. I dorën dikujt. Kemi nevojë për njerëz që mirëpresin të tjerë. A mund të drejtosh një makinë? Kam rrobat për të marrë për të çuar shtëpia. Ty veta që mund të drejtoj një makinë, vëllai dhe mbi. Dhe që? Është një çuar më në praktikë. Në praktikë. Ka gjithmonë dikush që ka nevojë për ndihmë. Është smur, një moment caktuar, dikush, kush ai që ka makinë, që lidhja makinës, ka makinën, është ndim, ka ndim më pas ai, në moment të diskutoj gjë të dikujt. Shërbes. Shërbim kishte Krishtit. Se i kujtem shërbesat sikur është shërbesa vetëm pjesa këtu, bëhen një grup një orë edhe se kanë filluar të fusin mend edhe këto tema të stafat të vitit të çanus. Si për që e fare të të gjithë shërbestarë, të gjithë shërbet, me gjithë ministra, shërbestarë, shërbëtorë të Krishtit. Cili me do t'i të vetë, cili kështu kuturë. Kam të koka në e ditë, njëri është dëma, t'i të shkoka, t'i të është syri, t'i të është hunda, t'i të është dora. Pika ime e dytë është e njërë pa të palit dhe 1 Korintasve 12. Trupi ka shumë gjymtyrë dhe të cila për tyre është e nevojshme. Kur mësojmë të duam kishën e Krishtit, nuk mund të mos shërbejmë asaj. Kur mësojmë të duam, nuk mundemi dot të rrimë pa shërbim. Prandaj vëzhgimi numër 1, palja do të kishën, vëzhgimi numër 2, të krishterët duhet t'ia kushtojnë jetën e tyre punës dhe shërbimit të kishën e Krishtit. Vëzhgimi numër 3, bashkësia e krishterëve është e përqendruar te Krishti. Vinë të pasazhe po thonë se në çdo varg pali mendon në mënyrë të krishterë për këta njerëz. Ata nuk janë thjesht miq të tij. Marrëdhënia e tij me ta është përqendruar tek Krishti. Shikoni si përshkruan ai thotë, Feba, motra jonë. Dhe pali u thot ta presi në Zotin. Prishila dhe Aquila janë bashkëtorë ku? Në Krishtin Jezus. Epineti është i pari i kthyer në Krishtin në Azi. Ambidati është i dashurim në Zotin. Të tjerë përshkruesit bashkëtorë në Krishtin, të miratuar në Krishtin, të zgjedhur në Krishtin. Her pas here, përsëri, pali mendon në mënyrë të krishterë për këta njerëz. Ja Kërlis bëhet shumë i qartë se ai donte këta njerëz në një mënyrë të përqendruar te Krishti. Pra ideja nuk është abili apo mondi apo kushdo është një shohim. Vetëm, kujtoj për Abilin si shumë luaj shatë në Abilin. Luaj futbol për mund. Tali, pimi i birë ose me një tonë lëbet.
Kujtoj se bashkëpunëtor dhe vëllezër të mi në Krishtin, me mendimi im për ta është mendimi i krishterë, janë bashkëpunëtor në Krishtin. Jeta, diskutimet tona, vërtiten rreth qëllimit të Krishtit, është një qëllim i lartë. Pra gjithçka që ne bëjmë, kthehet aty, edhe kur ne flasim për sport, edhe kur ne flasim për gjëra, për pëlqimet dhe ato dëshirat tona, të gjitha këto pasaj kanë një them që është Krishti. Okej, si janë të gjërat ka shumë Krishti, aja mia, aja uqia. Pra mendja e pali, në mënyra se si mendon pali, për ka njerëz, është në mënyrë krishtere. Nga kjo listë pra e të qartë, nuk është thjesht dashuri miqësore, nuk është thjesht afeksion njerëzor. Sa pëlqen këtë çunë si kjo goca, shumë njerëz të mirë. Shumë njerëz të mirë, nuk është vetëm kaq. Shkon shumë më tepër, nuk është thjesht lajësia për të kaluar kohë bashku. A do të kalojmë që kohë bashkë, kalojmë kohë. Është një dashuri që ka përcjell kultura, ka përcjell hobet, pasionet, interesat e përbashkëta dhe çdo gjë tjetër. Ushtrim ty sepse kemi një hob përbashkët, kemi interesa përbashkëta. Unë nuk rrim me ty sepse më hajnë muhabeti me ty më shumë se me të tjerë. Mua duhet më hajnë muhabeti me të gjithë të tjerë, sepse të gjithë të tjerë janë vëllezër dhe motra në Krishtin. Këtu pra vjen tek ajo që rrim me ty, rrim me gjithë ju, për shkak sepse është Krishti ai që na bashkon. Na bën bashkë. Mënyra se si mendoj për ty është mënyra krishtere. Dhe këtu të gjithë na hajnë muhabeti. Dhe këtu të gjithë ne mund të flasim, mund të diskutojmë, mund të edhe duhet ta bëjmë këtë gjë, edhe mund të pasurohemi nga kjo. Kisha, dështimi i kishës, varfërimi i kishës, tkurrja e kishës, frika, pasiguria dhe gjitha të gjëra në kishë vijnë nga mungesa e kësaj, të menduarit për tjetrin në mënyrë të krishterë dhe të përqendruarit te Krishti, gjithë ato që ne bëjmë. Do të thotë që ne edhe kur argëtohemi, do të nuk argëtohemi apo nuk flasim për gjërat e kësaj jete, të cilën ne jetojmë, por përqendruar aty te ne. Prandaj përgjigjen, nëse përgjigja nuk është Krishti, ose ne themi pyetje, mendoj një moment. Sa për marrëdhënieve tuaja të krishtera, njerëz të krishterë, janë vërtet të përqendruar te Krishti dhe jo te diçka tjetër. Mendoj për këtë. Ju keni marrëdhënie me njerëz të krishterë, sa për tyre janë përqendruar te Krishti dhe jo te diçka tjetër. Mënyra se si mund ha muhabeti, shkohet me këtë gjithë edhe apo sepse është për shkak të Krishtit. A nuk po them se nuk mund të blidhemi me besimtarë të tjerë për sport, muzikë, për art, me shku te kinemaja, me shku te gara, le mund blidhemi dhe duhet ta bëjmë. Por nëse ata njerëz nuk do të ishin të njëjtat interesa si ju, a do të kishte ende diçka që do ta mbante të fortë marrëdhënie? Jo sa tani do të tani. Ti pëlqen filmin, ai si pëlqen. Ti pëlqen sportin, ai si pëlqen. A mi se nuk është fort, nuk e pasha, nuk është tifos. Në Habibi se nuk është tifos. Ka të drejtë për të qenë tifos. Habibi, është qëtisi një, kam se. O Habibi, a butë një për këtë vizime në më qëtës. Ka bashkon të gjë. Pra, gjitha këto, a do rju me Habibi, sepse Habibi nuk për qëtë sportin, do rja Habibi me mua, sepse unë nuk dhiti atë qëtës. A për do rrim bashkë, sepse të keni Krishtin që shëllimi jo. Dhe mendoj se këtu mund të shtojmë edhe një vëzhgjim të vogël. Shumica e mënyra se si pali e përshkruan shprehjen praktike të këtyre marrëdhënieve të përqendruar te Krishti kanë bënë me shërbimin e përbashkët. Shërbimi i përbashkët shumë e thjeshtë. Çfarë është? Ta duam njëri tjetrin, të shërbejmë njëri tjetrit, të mbajmë bare me njëri tjetrit, të lutemi me njëri tjetrin dhe për njëri tjetrin. Këto janë shenja të bashkësisë së vërtetë. Nuk është një filozofi e rëndë. Prandaj pyetja është, si i shikon marrëdhëniet e tua me popullin e Perëndisë? A bazohet kryesisht në atë që ju përfitoni prej tyre? A bazohet kryesisht në interesat dhe kënaqësitë tuaja? Apo mendoni në mënyrë të krishterë për vëllezërit dhe motrat tuaja, duke kërkuar të doni, të shërbeni dhe të sakrifikoni për ta? Ne vëllezërit dhe motra jemi thirrur ta duam Krishtin si të krishterë. Dashuria jonë është e rrënjosur në Krishtin dhe ky Krisht kjo na bashkon. Mos harroni asnjëherë. Në fakt ajo shkon dhe më tej se kaq. Ne jemi familje në Zotin. Prandaj mund të shkosh në një vend si Udrich për shembull, ose Harvest në Amerikë,
dhe të takosh vëllezërin dhe motra që nuk i ke parë kurrë më parë, por më njëherë të ndjesh një afërsi të veçantë. Ke parë kur vin këtu për shembull? Do të thosh se ka rasti akoma më shumë. Por kur vin këtu, si ndjesh? Ndjesh në shtëpi, ndjesh me njëri të shtëpisë. Lidhesh me njëherë, pse se është Krishti ai që lidh. Pse? Sepse kemi përjetuar të njëjtën hir dhe mëshirë të Perëndisë. Kemi të njëjtën frymë të shenjtë, kemi të njëjtën të vërtetë në fjalën e Perëndisë. Edhe pse jetojmë dy kontinente ndryshme. Jemi vëllezër dhe motra të Zotit. Kjo është dashuria e Krishtit. Kjo është bashkësia për qëndruar te Krishti. Në vazhdimi numër 4, vazhdimi i fundit. Romanëve 16:16 na tregon se çfarë do thotë të lësh pas një trashëgimi të qëndrueshme. Dhe këtu vjen me titull. Një jetë që ja vlen kujtohet. Jeta e këtyre njerëzve të thjeshtë. Peshkatar. Unë veva të një farë që ishte. Një shtëpiane, ku një që i më një qaj. Që në njerëz të thjesht, njerëz parësin të lartë, njerëz varin në një një zakonshëm shoqëri, ja vlen, jeta e këtyre ja ka vlerë të kujtohet në librin e Zotit. Pse? Që një jetë për qëndruar në shërbes e njerëzit. Emrat e Cezarëve, shumë autoritetet e të asaj kohe që kanë ekzistuar, edhe janë zhdukur dhe nga historia. Në një të këtu kur gjenë, të tjerë janë zhdukur. Në librin e Zotit nuk janë shënuar. Janë emra që janë shënuar për kishë. Treguar se si është e kundërt me kësaj. Por për t'i përshëndetur, për t'i përdorur si model për ne, për fëmijët tanë dhe për të tjerë, për t'i shpallur Evanxhelin, këto janë emra që janë është një jetë që ja vlen ta jetohet, një jetë që ja vlen të mbahet, dohet dhe të prenohet. 2000 vjet më vonë ne erdhe po lexojmë të listë emrash sot mes Tiranës. Ta burra dhe gra prej kohësh janë me Zotin. Edhe pse dim shumë pak për ta. Marrin një vështirë të shkurtër në jetën që jetuan për Krishtin. Por jeta juaj ke përfunduar. Cila do jetë trashëgimia juaj? Nëse dëshironi që jeta juaj të ketë vlerë të përjetshme, nëse dëshironi të investoni jetën tuaj në diçka për cilën fëmijët dhe niprit tuaj mund të jenë krenar, çfarë do dëshironi të thuhet për ju? Një krishter me emër Donald Gray Barnhouse shkruan: le të shohim këta njerëz që na arreston pali, që kalojnë si hije në sfondin e burve gritë të Romës së lashtë. Feba quhet shërbëtore e kishës dhe ndihmëse e shumë vetave. Çfarë epitafi? Sa shumë mund të thuhet me një fjali vetë? Barnhouse vazhdon duke krahasuar epitafet e zakonshme të njerëzve të famshëm me përshkrimet që i gjen te romanëve 16. Shërbëtore, ndihmëse, bashkëpunëtor, të dashur, punëtor zellshëm, të miratuar në Krisht, të zgjedhur në Zotin, shenjtor. Çfarë përshkrim është lavdishtë në Barnhouse? Shumë më të vlefshme se monumentet e ngritura nga perandorët për të ruajtur emrin e tyre. Koloseu dhe Panteoni ende qëndrojnë në Rom, por sa njerëz i kujtojnë emrat e perandorëve që i ndërtuan. Por kur çdo gurë jetë përpluhur dhe çdo mbretëri toksore të kaluar, këta njerëz të porulur, të dashur, punëtorë dhe shenjtorë, do të shkëlqejnë në qytetin e përjetshëm të themeluesit dhe ndërtuesit të cilit vetë Perëndia. Çfarë tragjedie na kanë lënë ata? Dhe pyetja për ne këtë mëngjes është: çfarë tragjedie do të lëmë ne? Nëse jeta juaj dhe imja do të përmbledhen në një fjali të vetme, cila do ishte ajo? Për burrat, a do të thuhet se udhëhoqet mirë familjen tuaj, se jetuat me integritet, se vendoset familje mbi hobet tuaj, mbi pasionet tuaj, se folet shpesh për Krishtin dhe sakrifikohet vetëm për tjerë? Për gratë, a do të thuhet se e deshet mirë burrin dhe fëmijët tuaj, se ishit inkurajim për ta dhe për të tjerët, jo kritik, se treguat mirësi dhe dëmshuri, se folet shpesh për Krishtin dhe sakrifikohet vetëm për të tjerë? Apo do të thuhet për ne, filluan mirë por u shuan në fund? Përkana që pali thotë, është për para shpatë, është për para ekzekutimit, e qova thotë, nga të rafune, e qova thotë dhe i fund, shërbesën, e gryllë shërbesën, e ruajt të besimit. Mundua që gjëra që u thanë për burrat dhe gratë i pasazhit të thua dhe për mua. Edhe për ty. Dhe shpresoj që edhe ju të dëshironi të jetë gjë për vetën tuaj.
Si përfundim të sa ndodhe në mëngjes, le t'i kujtojmë 4 vëzhgime që nxorën nga teksti. Vëzhgimi 1, Pali ishte një njeri që e donte kishën dhe ne duhet ta duam kishën. Lutja ime për të gjithë është që ne të rritemi në dashurinë për njëri tjetrin, të njihemi më thellë, të kujdesemi për njëri tjetrin ashtu siç kujdesej Pali për burrat dhe gratë. Vëzhgimi nr. 2, të krishterët duhet t'ia kushtojnë jetën e tyre shërbesës së kishës së Krishtit. Dhe lutja ime është të mësojmë të mos shikojmë vetëm interesat tona, por edhe interesat e tjerëve. Le t'i japim nga vetja me sakrificë dhe të mos kërkojmë justifikime për të mos shkëmbyer. Vëzhgimi nr. 3, bashkësia e krishterëve është e përqendruar te Krishti. Lutja ime është që marrëdhëniet tona të thellohen ndërsa Krishti bëhet gjithnjë më shumë qendra e tyre. Që të mendojmë në mënyrë të krishterë për njëri tjetrin dhe të mos lejojmë që marrëdhëniet tona të duken si ato të botës. Në vëzhgimi i fundit, Roman 1:16 na tregon se çfarë do të thotë të lësh një trashëgimi të qëndrueshme. Lutja ime është që të jetojmë me përjetësim para syve tanë. Të punojmë me zell për të lënë një trashëgimi besimkrije për fëmijët e librit tanë dhe të jetojmë në mënyrë të tillë që të kujtohemi për dashurinë tonë të thellë ndaj Krishtit dhe popullit. Amen.